E keni provuar ndonjëherë atë ndjesin kur doni të bindni dikë për diçka, por thjesht nuk funksionon? E po, pikërisht për këtë do të flasim. Sot do të zbërthejmë sekretin e vetëm, atë thelbësorin, për të ndikuar vërtet te të tjerët. Dhe gjithçka bazohet në disa këshilla që i kanë rezistuar kohës. Okej, le t'i hymë drejtë në temë. Pse? O pse dështojmë kaq shpesh? Pse çdo përpjekje për të bindur dikë duket sikur përplaset më një mur? Është një pyetje që, besoj se na prek të gjithëve, sepse është një ndjesi vërtet zhgënjyese. Për ta kuptuar më mirë, imagjinoni pak këtë sken. Është filozofi i famshëm Emersoni dhe djali i tij. Po mundohen me mishe me shpirt të fusin një viç në ambar. Njëri e shtyn, tjetri e tërhiq, por viçi as që luan vendit. Dhe pse ndodh kjo vallë? Sepse të dy po mendonin vetëm për një gjë, atë që donin ata vetë, dhe ja ku e keni recetën perfekte për një bllokim total. Mirë, nëse shtyrja dhe tërheqja nuk bëjnë punë, atëherë çfarë funksionon? Përgjigja qëndron te një ndryshim i vogël në dukje, por thelbësor në këndvështrim. Okej, kjo analogji është fantastike. Unë personalisht i dua lule shtrydhet me krem, por, po të shkoja për peshkim, a do të vendosja lule shtrydhe në grep? Sigurisht që jo. Pse? Sepse peshku nuk do t'ja di fare për lule shtrydhet. Peshku do krimba. Pra, çfarë bëjmë? Përdorim karemin që i pëlqen peshkut, jo atë që na pëlqen ne. E thjeshta, por jo? Por kaq shpesh harrojmë këtë logjik me njerëzit. Dhe ky citim nga Harry Overstreet, e godet tamam në shenjë. Ai që mund ta bëj këtë, e ka të gjithë botën me vete. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se e vetmja, po e theksoj, e vetmja mënyrë për të ndikuar te dikush është të flasësh për atë që duan ata. Tu tregosh si ta marrin atë që duan. Nëse e bën këtë, njerëzit do të ndjekin. Nëse jo, po siç thot ai, ecën në një rrugë të vetmuar. Mirë, teoria tingëllon bukur, po në praktik, si duket kjo gjë në jetën e përditshme? Le të zgjutemi në disa shembuj konkret. Okej, imagjinoni pak këtë maks. Keni organizuar një seri ligjëratash, i keni shitur të gjitha biletat, gjithçka po shkon vaj. Dhe, papritur, menaxheri i hotelit ku do t'i mbani ju thot: "Më vjen keq, por qiraja do të rritet me 300%." Bum. Cili do të ishte reagimi i parë? Të bërtasësh, të ankohesh, të debatosh, apo jo? Totalisht e natyrshme. Por në vend që të reagonte me zëmërim, protagonisti i historisë bëri diçka gjenjale. U ul dhe përgatiti një listë, por jo një listë ankesash. Jo. Ishte një listë me avantazhe dhe dizavantazhet për hotelin. Pra, ai e zhvendosi totalisht fokusin. Nuk tha unë kam një problem, por pyeti në heshtje: cili është problemi juaj dhe si mund ta zgjidhim bashk? Dhe cila mendoni se ishte pasoja? Rezultati ishte i pabesueshëm. Qiraja nuk u rrit me 300%, por vetëm me 50%. Dhe pjesa më e bukur, e arriti këtë pa u ankuar asnjëherë për dëshirat e tij. Thjesht duke parë gjërat nga sytë e menaxherit hotelit. Fuqia e perspektivës ja ku është. Okej, ky parim vlen edhe për të shkruarit. Le të analizojmë një shembull të keq. Një letër që fillon duke folur vetëm për veten. Kompania jon dëshiron. Që në fjalinë e parë, alarmi bie. Dhe cili është mendimi i parë i personit që e lexon këtë? Diçka si: "Dhe mua ç'më hyn punë se çfarë doni ju." Sepse, le ta pranojmë, të gjithë jemi të zënë me problemet tona, me faturat, me punën, me shëndetin. Bota e kujdo rrotullohet rreth vetes, kështu që ambicet e një kompanie të huaj janë gjëja e fundit që na intereson. Por prisni, se ka edhe më keq. Letra vazhdon duke u mburur për arritjet e veta. Kjo është një taktik katastrofike. Pse? Sepse e bën lexuesin të ndihet i vogël, i parëndësishëm, dhe askush, absolutisht askush, nuk do të ndihmojë dikë që e bën të ndihet inferior. Tani le të shohim versionin e rishkruar, versionin e zgjuar. Si fillon? Me mirënjohje. Ju keni qenë një klient i mrekullueshëm për ne. Menjëherë toni ndryshon. Pastaj, kërkesa paraqitet jo si një favor për dërguesin, por si një përfitim për marrësin. Kjo do t'ju ndihmojë të merrni shërbim më të shpejt. Ja, tani po flasim gjuhën e duhur. Kjo logjik është ardhur edhe në botën e shitjeve. Kemi dy shitës. Shitësi i parë, Carly, thjesht e përmend kalimthi një produkt të ri. Rezultati? Zero shitje. Pastaj vjen shitësi i dytë, Johnny. Ai hyn me një energji krejt tjetër. Kam një lajm fantastik për ju. Menjëherë krijon kuriozitet, entuziazëm, ngjall një dëshirë.
Dhe çfarë ndodh? U shet të gjithëve. Dallimi nuk është produkti, është mënyra si e paraqet. Dhe ky parim është magjik, sidomos me fëmijët. Në vend që t'i thuash një fëmije hape rimet sepse unë them kështu, mund t'i thuash, kjo do të bëj aq të fortë sa të mundësh atë djalin që të bezdis. Po i lidh perimet me dëshirën e tij. Ose, në vend të mos e lagë mo shtratin, i thua, a do të doje të kishe pijamat dhe shtratin tënd si të rriturit, po i ofron diçka që ai e dëshiron. Gjithmonë bëhet fjalë për të lidhur kërkesën tonë me dëshirën e tyre. Mirë, pas gjithë këtyre shembujve, le ta distilojmë gjithçka. Cili është ai sekreti vetëm, thelbi i gjithçkaje, që mund të na ndryshojë mënyrën si ndërveprojmë me të tjerët? Vetë Harry Ford e ka thënë më së miri. Ai tha, nëse ka një sekret suksesi, ai është ky: aftësia për të parë gjërat nga këndi i tjetrit. Kaq e thjesht, nuk është ndonjë formulë magjike apo e komplikuar. Është thjesht dhe vetëm aftësia për të zotruar perspektivën. Tani, është shumë e rëndësishme të kuptojmë diçka. Kjo nuk është manipulim. Manipulim do të thotë që unë fitoj dhe ti humbes. Kjo qasje, përkundrazi, ka të bëjë me krijimin e një situate ku fitojmë të dy. Të gjejmë atë pikën ku interesat tona takohen dhe të dyja palët dalin të kënaqura. Është një lojë ku të gjithë fitojnë. Pra, si ta bëjmë këtë pjesë të mënyrës sonte të menduarit? Ja një plan i thjeshtë me 2 hapa. Hapi i parë, para se të hapësh gojën për të kërkuar diçka, ndalo, merr një sekond frym. Hapi i dytë, pyet e veten, si mund ta bëj këtë person që të doj ta bëj këtë gjë? Vetëm kjo pyetje e vogël, e bërë në atë pauzë të shkurtër, ka fuqinë të transformojë të gjithë bisedën. Dhe kështu po ju lë me një pyetje për të reflektuar. Cila është një bisedë që e keni përpara sot ose nesër, të cilën mund ta ndryshonit rrënjësisht thjesht duke aplikuar këtë parim? Mendoni pak, në punë, me partnerin, me fëmijët, ku mund ta përdorni këtë sekret për të krijuar një rezultat më të mirë për të gjithë të përfshirët?